Ish banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Egli Tako, ka reaguar me tone të ashpra pas përhapjes së lajmeve që e vendosin në qendër të një romance të supozuar me një biznesmen të fuqishëm. Thashë themet u shpërndan me të madhe në rrjet, duke ngjallur reagime të shumta dhe duke e vënë ish konkurrente në qendër të vëmendjes. Përballë kësaj situate, Egli vendosi të mos qëndrojë më në heshtje dhe të japë një qëndrim publik. Ajo reagoi nëpërmjet Instagramit, aty ku zakonisht komunikon me ndjekësit e saj. Në postimin e shkurtër por tepër domethënës, Egli zgjodhi vetëm 2 fjalë për të shprehur qëndrimin e saj ndaj lajmeve të qarkulluara. "Shihem në gjyq", shkroi ajo. Ky reagim u interpretuar si një paralajmërim drejtpërdrejt për ata që kanë publikuar apo shpërndar informacione që ajo i konsideron të pavërteta. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Egli Tako para disa kohësh kishte deklaruar se çdo lajm i pavërtet nga portalet do të përballet në gjykatë me Egli Takon, duke ruajtur fort privatësinë e saj.